lartë nga ky moment emocionues, do të kalojnë në një tjetër, edhe pse ky nuk është se ka një fund të lumtur, sepse është momenti që të lexojmë përmbajtjen e televotimit. Televotim që e ka mbyllur në fillim të mbrëmjes, kështu që të gjithë ata që ishin pjesë të televotimit, i lutem të ngrihen në këmbë, presim zarfin në studio. Atere, publiku ka vendosur që mes Kristit, Gretës, Kejsit, Lore dhe Angelos banori që duhet të lërë sonte përfundimisht shtëpinë është Lore. Lore, më vjen keq. Jo, është okay. Po pres në studio. Urime të tjerëve. Lore. Në makë dhe parë se të qenë. Të keni gjithë të këngëtarë. Shqetëse shërët në këtë shpi. Keni gjithë të këngëtarë. Po, keni gjithë të këngëtarë të qura. Ditën që dalim jashtë, duam që të kesh koncert, Lore. Ja kam thonë, Sanremo. Zotin dhe gotë. Shumë sukses. Do të puntojnë. Do në mungosh. Shumë gjësi për ti. Kujdesi për vetën. Opa. Se më ranë. Mungosh vërtet. Qartë. Pa të më shihemi, Se kënaqësi. Të shihemi jashtë. Suksese, dhe. Inshallah. Sa më lartë. Mos harro tavolinën këtë deluxe. Hajde në bu. Ciao. Oj. Suksese. Knaqë në shihani dhe për mua. Permisju. Ciao. Oh. Suksese, Allah. Faleminderit. Faleminderit. Lore, të pres në studio. Po vi, janë shumë. E di. Ciao. Niki. Lore. Para syrqyra. Hajde. Dërë shtëpinë sonte, Lore. Okej, ju kërkoj të ktheheni në living. Miri, çfarë porosie i dhe Lores? Mos u mërzit. Po pse tu desh të mbuloje gojen kur i the mos u mërzit? Ashtu e ndjeva. I mqefët i e Miri. Selin, di që ti ke patur një raport të ngushtë me të. Lidion, unë jam në shok. E di. Edhe jam mërzit. Po të paktën është Greta brenda, apo? është tjetër Greta patjetër që është brenda, po ishte tjetër marrëdhënie komplet. Tani jam pak emocionuar nga skenari dhe pak nga kjo gjëja, kështu që nuk mund ta lej në koment tani. Vetëm se emocionet këtu janë gjithmonë kështu, ë. Kam përshtypjen asnjëherë nuk mësohesh me shpejtësinë se si kalojmë nga një gjë në një gjë tjetër. Po, ka qenë personazh që ka treguar më shumë vlera se antivlera dhe prandaj u çudita pak më shumë. Mali, ti ke patur mundësinë që të afrohesh, pastaj të largohesh, pastaj të sqarohesh, pastaj të
Pse mendon se doli Lore? Menoj që ka qenë shumë person i luhatshëm. Edhe personi që kom taku në fillim ka qenë krejtësisht ndryshe për personi që u kom tash. Edhe menoj që qatë sen e ka vrejtë edhe publiku. Edhe përveç asaj, nuk është që ka pas një situatë vetën këtu mrena, edhe nuk u ka në sinqert për mëlimin tem, edhe ka meritu. Okej. Ndërkohë që Lore vjen me mua në studio, do doja t'ju thoja që në këto momente do të bëj diçka shumë të rëndësishme, e cila lidhet me të gjithë ju aty brenda. Në këto qaste, do të hap një televotim për të preferuarin deri më tani. Hapim zyrtarisht televotimin. Nga ky televotim, i cili do të zgjas pak kohë, do të zbulojmë pak më vonë se cilët janë deri më tani 3 më të preferuarit e publikut. Këta të 3 do të jenë imun në televotimin e radhës, pra nuk do të shkojnë dot në televotim, kanë imunitet. Kështu që ju uroj sukses të gjithë juve që jeni aty brenda.